jeni shajt, si që shajt, ati ju i qilor. Nana Tereze e prapnoj këtë fjalë, jo ka dasht me thonë, apo s'ka dasht me thonë. Krishti ka dasht me thonë, atë çka e ka thonë, je asgjë tjetër. Të jeni shajtër, na thot. Dhe Nana Tereze e pranoi këtë ftesë. Dhe duke bashkëpunuar me Krishtin, dhe duke bashkë vepruar me Krishtin, shëjtroi jo vetëm vetveten, por krijoi një ushtri, do ta themi kështu, të vjergjërave, mos e 5.000 motra, e mos të flasim për degëzime tjera, dhe për themelime tjera, dhe për institucione tjera. E lumja Nana jon Tereze, e preku ndërgjegjen e kishës dhe të mbar njerëzimin. Ajo ishte ungjilli i gjallë. Ajo ishte dëshmia se dhe sot Zoti është i gjallë dhe veprues për ata që besojnë, për ata që jetojnë me Zotin, dhe për ata që i lejojnë Zotit që t'i udhëheqin. Nana Tereze thoshte, po do isha edhe më e vogël, edhe më e dobët, Zoti do të bënte vepra edhe më të mëdha. Dhe unë jam lapsi i Zotit. Aq shumë e përvojton të vetveten, që gjitha ja lënë të Krishti, dhe e vërtet, Krishti ishte i gjallë dhe i pranishëm në jetën dhe në veprën e saj. Ta pyesim sot vetveten, ne së bashku me ju, a i lejojmë ne Krishtit që me jetën tonë të shkruajnë? A i lejojmë ne Krishtit që t'jetë jeta, e tashmja dhe ardhmëria jonë, alfa dhe omega, fillimi dhe mbarimi? Apo ndoshta dëshirojmë pak të japim Zotit, pak të japim kishës, edhe ma shumë vetvetes, dhe kështu jemi të coptuar. Dhe kështu jemi të trazuar. Dhe kështu jemi të hutuar. Dhe kështu besojmë dhe nuk besojmë. Dhe aty këtu mundohemi të jetojmë si të krishterë dhe nuk jetojmë. Sepse zemra jonë, ndërgjegja jonë, shpirti ynë, nuk është strofulla e Zotit. Nuk është në pranien dhe në duart e tia. Sepse egoizmi, egocentrizmi, krenaria jonë, epshet e mëkatet e tona e të bojnë dhe largojnë prej nesh Zotin. E kur jemi larg prej Zotit, kuptohet jemi edhe më larg prej njëri tjetrit. Nana jon Tereze e krijoi një porosi të madhe e cila do të mbes me shekuj kulturën e jetës. Ajo e mprojti jetën prej zanafillës, prej ngjizjes deri te ofshama e fundit. Në një vend të skajuam në shtëpiat për pleq me hek qafe. Ne në Kosovë s'kemi kësi vende, por pleq dhe plakat tona janë ndati edhe mazi. Sepse ata të shkret, sot jetojnë në vetmi, jetojnë në varfri, jetojnë në smundje, një pjesë të rive dhe të rejave janë larguar, dhe nëse qelin gojën me një herë dikush zhina që i thot balma, ti ke hangër, shëngjerzhat, ti s'keq ka të flol shma, ti me qenë ma i mirë, ose ma i mirë kish marë Zoti, e kështu me rrallë. Sa mëkatet e mëdhaja e të tmerrshme janë këto, kur e përbuzim jetën në çfarë do lloji dhe mënyre. Kur me urrëtie ne shndrohemi në vrastar dhe gjaksor. O vllazër dhe motra, sa e tmerrshme është kur në shqiptar, e sidomos në shqiptarët e krishterë, ende ka aq shumë urrëtie. E urrëtia rrjedh drejt për drejti prej djallit. Kush nuk është i pajtuar, është i mallkuar. Ndërsa dashuria është prej Zotit. E ne sot kremtojmë nanën e dashurisë. Të lumën nanën tonë Tereze, sot nesër shejtreshën e dashurisë. Edhe ajo ishte e gjakut tonë. Mos të themi ne jemi shqiptar. Çka do të thotë ne jemi shqiptar? Do të jemi të djallit
nëse jemi shqiptar? Çka do të thotë të jemi shqiptar? Do të thotë se gjithmonë do të urrejmë njëri tjetrin, se dy shqiptar, kur janë së bashku, edhe pse janë të mirë, janë të këqij. Pse? Sepse ose janë njëri kundër tjetrit, ose janë kundër të tretit. Çka është ky mallkim që po e ndjekim me shekuj që na ka mbet në shpinë dhe në ndërgjegje? Është mos jetesa me shërbuesin ton Jezu Krishtin. Mos jetesa me jetën sakramentale. Mos jetesa me nanën kishën ton. Mos jetesa sipas asaj që besojmë. Nëse beson e nuk jeton sipas fesë, vetveten e ke dënuar. Jo Zoti. Se Krishti ka thënë s'kam ardhur të dënoj, por të shëlboj. Por ne e dënojmë vetveten sepse besojmë, e në anën tjetër nuk jetojmë sipas fesë. Ka shumë shka tjetër, por ta lusim nanën tonë Tereze mbi të gjitha, për kishën tonë, për popullin tonë, për ato vatra ku ende ka lufta, ku ka aq urrëtie, ku ka aq padrejtësi, ku ka aq dhunë, që ajo të ndërmjetësoj të i madhi Zot. Që vërtet bota ta kuptojnë dhe të pranojnë se e ka një babë, dhe baba i botës është shëlbuesi ynë, është Zoti ynë. Dhe vetëm si të tillë atëherë mund të jetojmë si vëllezër dhe motra. Pa fe nuk mund të ketë dashuri. Pa Zot nuk mund të ketë vllazëri. Pa Krisht dhe pa krishterizëm nuk mund të ketë paqë dhe pajtim. Dhe lumja nana jon Tereze ne ka dëshmuar se jeta jon është shumë e çmueshme. Ajo himni i mrekullueshëm që ajo e shkruajti mbi jetën dhe e përfundon: jeta është jetë, mbrojtje. Ne nuk e kemi vetëm jetën e trupit fiziologjike, por e kemi mbi të gjitha jetën me Zotin. Ta mbrojmë hirin e Zotit, ta mbrojmë jetën e krishterë. Të bëhemi edhe ne si ato virgjëra, të cilat kur erdhi dhëndri ishin me dritë rëza të ndezura. Juve, pamëditarit juj, Don Herbertit, motrave tona, gjithë beshtarëve, vëllezërve këtu rreth meje, gjithë juve, për shumët, kjo feste, kjo ditë e madhe, dhash Zoti dhe ndërmjetësia e nanës Tereze, që të na zgjojnë prej xhumit dhe prej llapijës së mëkatit dhe së keqes. Dhe që mos jemi vetëm krenar, se ajo është shqiptare si kurse dhe ne jemi, se ajo është e krishterë si kurse dhe ne jemi. Por mbi të gjitha të mundohemi që nanën tonë, gjurmave të saj të shkojmë, atë jo vetëm ta duam dhe ta nderojmë, por mundësisht në jetën tonë edhe ta imitojmë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Besoj në një hyrje të vetëm. Amin.